Hello, përshëndetje, mirë se vini në tjetër video timen. Jemi në kuzhinë. Në kohët e fundit kjo është një ndër recetat e mia të preferuara. Është filet të pule me domate, me ullinj, qep dhe del yummy. Këtu kam diku më pak se 1 kg, diku të 800 gram filet të pule. Kjo është marrë nga kofshët e pulës. Nuk i kam filetuar unë, kanë qenë të filetuara, i kam marrë të gatshme. Kofshë e pulës pa kocka, e bërë në filet. 1 kup me ullinj, 1 kup me qep që është e prerë trash, 1 kup, unë kam hedhur shumë domate se më pëlqejnë. Ky është gruri, unë kam dëshirë ta shoqëroj me grur, juve e dini vetë. Tetë është fantastike, mund ta shoqëroni me pilaf, mund ta shoqëroni me makarona, mund ta shoqëroni me bulgur, mund ta shoqëroni me grur, si do bëj unë sot. Mund ta shoqëroni me thjerza, po jo thjerza gjellë, thjerza të zjera për të bërë sallatë. Kështu. Atëherë, paralelisht, duke bërë ushqimin, duke bërë filet në pulës, do bëjmë dhe grurin. E kam larë, e kam pastruar dhe e hedh në tenxhere. Kam marrë diku tek 1 kup e gjysëm. Mirë, po juve mund të përdorni normalisht sa keni dëshirë. Tani ta mbushim me ujë. Kjo iku duke qenë se pothuajse të gjitha këto të pulës e morën nga një faqe të skuqur, le të themi, atëherë hedhim qepën, sepse mishi duke u skuqur me qepën, bëhet më i butë. Në të njëjtën kohë, menjëherë, hedhim edhe ullinjt. Nëse keni presh, do shkonte shumë që në vend të qepës të hidhni preshin. Mirë po, unë kisha qep, nuk kisha presh. Mundohem ta lë në zjarr të avashт. Upsi. Derisa e gjitha kjo të marrë një konsistencë një trajtshme. E kullojmë nga uji, grur nuk i kam hedhur as krip as asgjë, sepse do ketë ajo mjaftueshëm edhe nga ulliri, kështu që prandaj nuk i kam hedhur asgjë. Do ta kullojmë dhe ta vëmë në një enë. Do t'i hedh pak rigon. Më pak se një lugë çaj chicken stock, sepse ulliri ka goxha krip, kështu që kam frikë se mos bëhet shumë e kripur. Piper. Provojmë pak lëngun. Besoj se kam mjaftueshëm krip, gjithsesi juve nëse keni dëshirë të hidhni ndonjë njerëz tjetër, mund të vazhdoni. Si pjatë përfundimtare, do shtoj pak nga gruri i zier. Edhe pak nga gjella që bëm. Shumë e mjaftueshme dhe very yummy. Është shumë e nxehtë, mirë po nuk më rrihet. Kështu që unë mund ta përziej një çik kështu, ju e dini vetë. Fantastike. Ju super sugjeroj ta bëni, nëse të hyjve keni qef edhe domate dhe ullinj si puna ime. Është super e mirë. Edhe nëse doni, pastaj mund t'i hidhni thjesht makaronat brenda. Mund të bëni pilafin, mund të bëni bulgur, apo çfarë lloj gjëje që tjetër doni. Është apo thjesht ta hani me bukë, është fantastike.
Ju falenderoj shumë që pat videon time, bashkë jemi në një tjetër video. Ju puth.